në garë. Po me gjithat me qenë president ky ministër duhesh t'jesh edhe person politik, sepse ne... Politik po, partijak jo. Pa e tash partijak kemi pas deri me sot. E vërtet, po... Pos njerës, zonjës Jahjoka, po problemi është as Vjosa Osmani nuk na doli tamam, qysh po kërkojmë. Po ajo ka qenë bashk me ne në garë në vitin 2021, apo jo? Po. Dhe neve na u tha që nuk bën një subjekt t'i ketë të 3 pozitat. Në ndërkohë që në 2021 saksisht ajo ka ndodhur. Dhe ne, prandaj e kemi propozuar Glaukanjusën vetëm më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Dhe doktoreshën Fatmire vetëm më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Gjithmonë e kemi kërkuar dikë konsensual, por nuk u bë. Prap jemi të gatshëm për këtë gjë. Ne jemi të interesuar të sjellim ligje në parlament dhe të zbatojmë program. Për ambisje politike nuk është pozita e presidentit. Për ambisje politike është qeveria. Prandaj edhe unë fakt, kur e kam taku kryetarin e LDK-s, i kam thënë, e janë bashkëqeverisje, sepse aty dëshmohesh. Ta shohim ta çfarë ndodh. Domani ka penguar ambisjet politike zonjës Osmani. Po. Këtë e ka deklaruar publikisht. Fare nuk kam problem me këtë gjë. Përkundrazi, unë gjithmonë e kam inkurajuar ish presidenten. Duke i pasur ato ambisje politike, është shumë mirë që t'jetë aktive për ditë në politik dhe gjithashtu t'jetë edhe në ekzekutiv. Pra këtë kemi diskutuar edhe në kaluar. A do t'jetë zonja Roshiti përsëri kandidate